dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër, si çdo ditë, ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarit e mi. Në fakt, e ftuara ime sot është një vajzë që në profesion është ekonomiste, në marrëdhënie shumë sociale, por në shpirt është artiste. Punimet e saj mund të shijosh në hapësira kolektive dhe ato të japin shumë ndjesi që të mbushin, të frymëzojnë, madje të bën të ndjehesh krejt pranë tyre dhe pjesë e tyre. Punimet e saj kanë zënë vend në hapësira publike siç janë në Ishë Lapidarin pranë gjimnazit 28 nëntori, në oborrin e shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati, në oborrin e një pallati, por edhe në shumë ambiente të tjera, të cilat ne do t'i zbulojmë në bisedën tonë. Me mua sot në studio është Nermin Shurdha. Mirëmëngjes Nermin, mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën e herë. Ishte kënaqësi, domethënë kur më komunikuat me mua për ftesën. Në fakt, dëshira për t'ju ftuar është e hershme, por duke qenë se punët tuaja për herë bëhen më të pranishme, ky impuls bëhet më i fortë dhe unë ja ku të kam sot me një punim madje më të ri edhe të freskët. Për çfarë bëhet fjalë? Atëherë është një nismë, me thonë, vullnetare drejtoreshës DRPSH-s, të shëndetit publik në Shkodër, zonja Lindita Mekshi. Ajo kishte këtë idenë, me që nesër është dita ndërkombëtare e shëndetit mendor, kishte këtë idenë që ambientin ku tek spitali psikiatrik këto persona që kanë probleme mendore bëjnë terapin me psikologet e qendrës, kishte idenë që ta bëjnë një ambient pak më miqësor, pak më me ngjyra të çiluna, sepse është një ambient relativisht i vogël dhe si thonë me ato ngjyra që ka spitali nuk është ndonjë. Dhe me ftun vajzat me, si thonë, me kontributet e tyne, zonja Lindita bashkë me 2 vajza psikologe të spitalit, me ftunen për me bërë një pikturë morale. Që besoj fotot kanë me dalë nesër, sepse është edhe dita do të ketë një si tip eventit atë. Keni punuar intensivisht për të realizuar këtë? Po, kena punu bajagi, dhe me thoni këto ditë është kry i tesh praktikisht kohët e fundit. Po, ndërkohë që diçka zbuluam, janë ngjyra të qelta, të ngrohta, miqësore. Përmbajtja është natyra. Natyra, sepse do me thonë, unë të mos kenë shumë e fushës, pyeta dhe vajza që janë psikologë dhe më sugjeruan që të përdorë ngjyra të gjelbërta, pasi natyra krijon atë njësinë e qetësisë, relaksit dhe kam bërë disa fusha gjelbërta, lule, kopsht, shtëpi, pemë. Në fakt çdo gjë buron nga një ide fillestare. Si lind kjo ide fillestare tek ty? Atëherë, varet në varësi të personit çka ka nevojë ose çfarë ide don ai për ambientin që më kërkon me pikturu, dhe në varësi të saj o ma lën mundor që mandej është pjesa jeme dhe përshtas o me idenë e atij person, o me dëshirat e atij person, dhe pjesa tjetër kur dikush ka një ide krejt të qartë, atëherë komunikojmë me gjetë një zgjidhje të përbashkët për me realizu. Në fakt, kur po ngjitshim së bashku shkallët e Radio Shkodrës, u manita nga idea që të feksim me njëherë dhe thash, kjo vajzë është artiste. Nga një ide që më bëri shumë përshtypje në shkallën rrethore të radios, e cila është tepër e veçantë dhe ka një arkitekturë shumë e veçantë, të mrekullueshme, do thosha, më dhe një ide të fluturimit të shpendëve autokton të zonës sonë, sa që më mbushe dhe thash, unë takova një vajzë artiste. Në fakt, ke realizuar shumë piktura murale? Relativisht shumë. Ndoshta një pjesë shife, një pjesë jo, sepse një pjesë normalisht janë bërë në ambiente private, në lokale, kush normalisht më ka ftu për me pas një pjesë të artit në ambientet e veta, por janë bërë dhe në ambiente publike, pasi ideja është që
të ndërgjegjësojmë pak edhe të rinj që ka shumë të rinj të talentuar shkodran që kanë kryer edhe për arte, po çuditërisht nuk është se janë shumë aktiv. Në një kohë që Shkodra ka shumë hapësina publike, private ku mund të shfrytëzohen për art, është gjëna domethënë që kanë këto të rinj mos të shprehin talentin e tyre, të dinë diku, ju e shihni edhe vetë Tirana, shumë qytete europiane, është diçka që vlerësojnë artin, bëjnë projekte për murale, sepse është diçka që është e aksesueshme për tonë, domethënë i shohin tonë, nuk i Një ndër realizimet e para publike është tek ish lapidari tek gjimnazi 28 nëntori. Një natyrë e gjallë mes luleve dhe një vajzë që tërhek siparin, vërtet është mbreslënse, diçka për të zbuluar dhe shumë çka për të shijuar. Po, ishte një bashkëpunim, si më thonë, një projekti të bashkisë që kishte festën e luleve, me da 6 maj, dhe qendra ku punoj, që është qendra rinore Arka, do të bate sebep për me realizu këtë gjë, sepse këto trit vetë kishin idenë që ky lapidar jo i shfrytzuar, që ka shumë vite që lehet ashtu, pse jo, u gjet edhe ky rast i festës luleve që me e bë. Edhe ideja ishte e tillë pasi gjithçka pothuajse është si gri. Mi zotron grija, Shkodra nuk është se ka shumë ngjyra, domethënë edhe lindi kjo ide që kjo vajzë me largu pak grihen e me fut lulet, me që edhe tema ishte për lulet. Dhe me trit qendrës rinore Arka e bëme. Në fakt ajo është një kompozim, sepse lulet janë tepër të gjalla dhe të duket sikur kur afrohesh je mes tyre, po i merr erë, po shijon, po merr paksa nga ngjyrat e tyre. Ideja mund të ketë qenë e përbashkët, por kompozimi është yti? Po, domethënë ideja me fut lulet ishte një ide edhe për temën e festës luleve. Po mandej kompozimi u bë spontan sepse u dote me gjithë shumë ngjyra që me larguat grihen, domethënë për me e realizu. Dhe ishte kjo vajzë që e vesh me ngjyra për me largu atë idenë e grihes. Dhe qysh atëherë faktikisht ka met një vend që po aktën unë nuk kaloj për ditë, po deri roja shkollë më ka thënë nuk i bën erë, sepse është një vend ku të shfrekuentohet, shkojnë shumë me ba foto, kushdo që kalon, edhe kudo që shkoj, jo më larg se dje e par dje bile të pikturu në një ambient tjetër publik, fëmijë që kaloshin pyetsin ai, ti ajo që ka bë atë të Shativani, se kena shkuar e kena bë foto e adin. Kjo është diçka e mrekullueshme. Po nuk është e vetmja që në shkollën Amdi Bushati përsëri diçka që lidhet me Po, edhe këtu ka një ftesë drejtoreshës shkollës që Jasmina që të mjoftë përshëndetje. Patjetër, e kam shumë shoqe, të mjoftë që merrem me këtë pjesën e pikturave murale dhe ishte komplet pjesa e murit të oborrit shkollës. Ajo ideja ka qenë një arkitekti faktikisht, një inxhinier që e dha si ide, që ishte një ide me përfshi tana llojet e disiplinave që mësohen te kjo shkollë dhe realizimin e kam bë gjatë periudhës fillimit gushtit para se me fillu shkolla, në mënyrë që kur të fillonte shkolla nxënësit ta kishin diçka të gatshme, domethënë. Edhe me sa më kanë thënë ka pas shumë sukses. Ka patur. Por ajo që është një punë tjetër shumë e veçantë është oborri i pallatit. Ajo lidhet me një histori sa personale, aq të përbashkët dhe kolektive. Është e veçantë të vish në oborrin e pallatit dhe të hysh në një bibliotekë. Diçka që lind së pari nga ideja, më pas tek realizimi. Atëherë, në fillim ajo është bë afër te lagja jeme, domethënë, unë rri te rruga Gjan, te stadiumi, dhe ishte një iniciativë pak a shumë e tonë kujshive, që më thoshin që ti të zbukuru muret e tonë Shkodrës, s'po vjen në lagjet tonë. Kjo ishte ideja. Dhe ato vetë më kanë ndihmuar, domethënë dikush më ka pru një shkallë, dikush thotë a ki nevojë me të kontribu gjë për bojna për kështu. Domethënë ishte se ka zgjat pak a shumë një javë, kurse ideja aq shpejt e ke bë. Po një javë, se ndihmoj edhe motra. Kurse ideja ishte e baps.
sepse të kenë shumë marakli librash, në shtëpinë këtë tonë kena shumë libra prej tij. Edhe thote ban libra që edhe tjetri kur kalon shef diçka që ja sjell në kujtesat e s'kam lexuar ka herë për shembull diçka. Edhe so ishte ai gjallë bame, domethënë në fillim të gushtit. Dhe në atë periull nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore, por njështu i gjetë me një karrocë me rrota që më nëjmaj shumë kastrioti që ndoshta e njihni. Po, kastriot facin e përshëndesim. Edhe më nëjmoj, delte me karrocë me rrota të përdit edhe në shifte të e realizu. Dhe deri që e realizu me të bëhon jam rriti. Është plotësuar dhe mbushur nga... Ju bë shumë qefi sepse javën e parë, masi që u realizu kë murales, ka rreth 13 libra që janë të rreshtuar të ngjyra të ndryshme, domethënë. Por u bë shumë publike edhe nga rrjetet sociale, vishin shumë fotograf, i bashin reklamim, edhe më vishin persona, okej, të huj shqiptar, po ku diu më bashin rrugë prej Tiranit, vetëm ardh me bë foto aty në mur, edhe unë të kenë me punë se jam pak larg me punë. Edhe kur u kthesha për i punit mas dite, më thote, mbate agjendën, thote kon kenë baba pastra, metesh, kanë ardhë kaq të huj, kaq shqiptar, më kanë pyet për kështu si ka kenë ide, edhe ai komunikote me tanë, domethënë që i jepte përgjigje. Po, më bën përshtypje se në formimin tënd nuk është piktura, është një dek tjetër. Jo, si e takuar me pikturën? Atëherë, unë nuk kam kry për piktur, kam kry për ekonomik, por të pas babën edhe 7 hallat që janë familje numëroze, janë paka shumë prej tyne janë marrë me piktur, edhe baba ka kenë mësues matematiket edhe vizatimit, prej ti e kena trashëgu. Unë pak edhe prej hallave, se hallat dikur para kohës komunizmit, kur ishte tradit që vajzat shkodrane me çupaje në shtëpi, me këto qëllësinat e gjanat. Hallat e mia në Shkodër dikur kanë panxjerr këto modelet në letër kalk të luleve, qëllësinave që baheshin dikur në gjergjep. Një mjeshtri e vërtet. Këto i nxjerrshin dikur, unë prej tyne e kam trashëguar, si thënë. Por piktura është herët në qenien tënde, apo jo? Po, praktikisht një vitit kam fillu me pikturu. Bile në atë kohë, në kohë të komunizmit, nuk ka kenë kopshti si tesh që të mësoshin me lexu, me shkru që ish heret. Kur kam hi në klasë parë, kam pas të vështirë me mësu me shkru, edhe baba më thote pikturoj i shkrunjat. So, më tërhikshin vëmendjen mësueset të fillore, se i basha shkrunjat shumë me lule, me gjana, se thoshin, ma thjesht, pak, ma ju shkrimit. Ki provuar pikturën e kavaletit qoftë edhe në hershmëri? Ja, faktikisht, asnjëherë, sepse baba ngullte gjithmonë kam që bën diçka gjithmonë që të jetë e aksesueshme për tanë, se thote menote largaj për mua. Thote nesër mas nesër ti me pas tablo, piktura në vaj, thote me pas një ekspozit në një galeri arte të diçka, çdo gjë bëhet me pagesë. Dhe thote s'duhet me kenë gjoja arti, sidomos nuk duhet me kenë i limitum për personat që kanë mundësi me e bleo, ku dje, gjithmonë thote, bani ku t'i shofin tani, mos t'ket nevoj kush me pagu për këtë pjesë. Pra, çdo gjë le të jetë e komunikueshme për ambientin, të jetë për një publik të gjarë, për një marrëdhënie të drejtë për drejtë me... Po, ai ka ngull kambile që të merrshe gjithmonë me këtë pjesën e mureve dhe jo gjana kështu, të lajo. Po, si e mësove teknikën e pikturës, sepse nuk është të thjeshtë, apo jo? Jo, nuk është të thjeshtë, po them, unë të kenë e trashëguar, ai ka ngull shumë kam të kenë mësues për vedi. Ngull të kam, s'ka gjë, gabosha 100 herë për një gjë, thote bëne prap, nuk më thote bëne kështu ose ashtu. Bëne edhe shife pak në ushte i të të hi ashtu diçka, din, po jo se direkt, çdo gjë kam prej ti, domethënë. Mënyra dhe autodidakte pak se thote,
E ki bëj herë nuk të ka pëlqyer, bane prap, ka ngull kamaj, domethënë që. Po të pikturosh muret ka specifika, nuk është një letër e lëmuar, nuk është një kavaletë me kavanavac e tjerë, por muri është diçka më i vrazhë, muri është diçka më i ftohtë, por që ti e bën të ngrohtë dhe bashkëbisedon me të. Kjo është ndoshta edhe një mirë kuptim me ata që më kanë ftu për me pikturu tek ambientet e tyne, sepse 90% e personave që më kanë thonë me bë diçka, thjesht thoshin, ku diun, ha bën e vetë, shife diçka, allon i tregosha disa variante, do me thonë që më kanë lanë mundor, edhe të më lanë mundor, unë kam, si i thonjë, idenë të eme për shtas ma që di me bë. Nuk është se bëj diçka që ku dion duhet me eksperimentu, nuk shkej me u hedh, si i thonjë, bëj diçka që është edhe personi që e kërkon i pëlqen, por edhe unë nuk është një eksperiment, domethënë unë mund të eksperimentoj në shtëpi time, ose në ku diun të pjesa shoqënisë, kështu, por jo të persona që më kërkojnë, edhe është diçka që. Piktura e parë murale, çfarë mbresët ka lënë? U banë shumë vite, domethënë, por janë kështu lokale në përgjithësi që të një prej lokaleve, se s'po jep edhe reklam që ka ftu. Thote, unë du me banë murë, se thote printimi, dhe me thonë, është kollaj, por kam qef që kush të vinë e prejka aty, dhe me thonë, me po. Edhe, më patlanë dorë, më banë diçka në dy ngjyshe, unë ja kombinova diçka kuqezi dhe u banë disa vjetë, dhe hala është, si thonë njashtë, me një muret e qytetit, dhe kanë me shumë të kënaqën, po njësia ishte që vetë këto të lokalit me qoshin foto të shepar të personave, të ba selfie, ki parasysh kështu të ri. Pra, çdo punë të frymëzon për më tej, apo ja? Normal, dhe me thonë edhe vetë puna që baj, dhe me thonë me të rritë, janë një burim, si thënë, frymëzimi, dhe këto murale që baj edhe ato, vetë utë kina pa që ki ba këtë gja edhe të shtynu, po pse nuk edhin të japin idena të reja për. Po çdo mural normalisht është një punë plus që e shef dikush më shumë dhe dikush më shumë e gjen mënyrën me kontaktu me mu për një punë tjetër, si thënë. Është zinxhir. Nermin më bën përshtypje ashtu siç tham edhe më herët, formimi yt akademik ka një drejtim tjetër, ekonomiste. Çfarë mund të më thuash për këtë anë tjetër të veprimtarisë tënde? Faktikisht të pas parasysh se jetojmë në Shqipni, domethënë ka ante mira pozitive, ante veda negative. Në atë kohë kur kam filluar në universitetin nuk ishte kështu për arte, kishte vetëm Tiranë. Edhe unë nga që nuk kam qef fort me lanë Shkodrën, atëherë po është diçka që në atë kohë edhe familja thote, u mendonte që është diçka që gjithmonë e ka një të ardhme. Edhe u bëna ekonomiste, kam punu për mbi 15 vjet ekonomiste. Dhe kur mu dha mundësia nga qendra rinore e Arka, që i falenderoj normalisht se më kanë bërë me kalu nga një zanat në diçka krejt tjetër, ato më dhanë mundësinë me punu me të rinj. Dhe normalisht puna me të rinjt, njëjtë sa ka lodhje ka dhe kënaqësi, sepse është diçka tjetër me punu kur ke një projekt edhe i financum prej dikujt një vjet, 2 për 3, po është diçka tjetër me majt në kam, kur nuk të pagun kush. Dhe kjo është puna që bëhet me trit, pa thona mrapa skena, që do të bashkë, sepse ato mësohen, me zi të shpresin me pas një ditë ku kanë aktivitete e gjana, dhe ti nuk mund t'i thush që shife se na një që e kishim projekte, në din do të vazhdosh mi majt, dhe kjo është pjesa që si qendra rinore Arka, si shumë organizata tjera që merren me tri, e kanë mrapa skenë dhe është një punë që ato e bajnë për ditë dhe një vlerësim që duhet njoftë, si thënë. Unë mendoj që është një dashuri e madhe që i lidh gjithë këto punë, gjithë këto marrëdhënie, gjithë këtë veprimtari dhe nëse kjo nuk mund të peshohet, nuk është një kënaqësi shpirtërore që të mbush dhe që përsëri po thëmë të rinjt janë frymëzim, sepse gjithmonë rinia është ajo që ka
tendencën me pru drejt. Unë nuk po du me që gjyku moshat e tjera, por jo tonë janë të hapun për artin. Sepse unë punoj shpesh në rrugë, bëj murale, dhe shumë, sa bukur, adin, po ka dhe për atyne që thojnë, Japin një sugjerim. japin sugjerime, kështu po ka dhe për atyne që hala janë më të vjetrën, po ai ki marti kujt leje që po e bani këtë muri shto, adin janë pak me, po shumica janë ustlum shindurt, po na zbukuron, po jep ngjyrë, sidomos dhe me thonë mosha e re, praktikisht, dhe ato shkodrante vjetër po e quj kështu që janë mësu me kulturën që thojnë më në fund po na qil pak lagjen, sepse mu më takon me punu gjithë këmë, edhe nështë jam ftyre re për disa, po kur më shofin pensionista, kështu, i nënë që so mirë, pa pëse s'ke ardhë më për para, adin janë shumë bukur, është një marrëdhënie janë të mirë hapon, janë shumë të hapon. Qëndrojmë përsëri tek puna me rinin, aktualisht punon në rrethin e Malësisë Madhe, në një projekt social që i drejtohet të rinjve. Për çfarë bëhet fjalë? Po, është një bashkëpunim me Scott Partners, që është qendra rinore Arka në Shkodër, dhe Vis Albania, që është një organizatë italiane, po që operon në zonën e Malësisë Madhe. Jam shumë e kënaqur me këtë punë që bëj atje, sepse në Malësinë e Madhe ka shumë më tepër nevojë se në qytet për një qendër rinore. Sepse atje nërsh nga këtu ku Shkodra është e aksesueshme, mundesh me shkru prej vendit në vend në biçikletë. Atje shumë të rina vinë me fugona, edhe na jena të detyruar mi bë aktivitetet rinore mbrenda orarit 4 maksimumi, sepse ik fugoni edhe do të thonë kanë kushte krejt tjera dhe është diçka që është shumë e nevojshme sepse atje as masdite nuk del kush për kafe. Këtu me njëri tjetrin shifen edhe në lokal. Kurse atje nuk është kjo mundësi, është krejt ambient tjetër. Dhe i drejtohet fushës rinis dhe sistemimit ekonomik të tyre? Po, është vetë, do të thonë nëpërmjet këtij projekti ku punoj, kena dhe mundësinë e dhënies së bursave të punës. Do të thonë kjo organizat bëhet një tip ndërmjetësi, do të thonë i mbledhim, i ftojmë të rinjt që nuk kanë gjetë punë në zonën e Malësisë së Madhe dhe bëna një ndërmjetës që në vend që më shku ato deri me gërsit me ku punë, këtë punë e bëjmë na. Shkojmë na në për privat, do të thonë po marr biznese, organizata, çdo gjë, do të thonë që operon në Malësinë e Madhe, komunikojmë me ta dhe bëjmë ndërmjetësin që mi i fut në punë këto të rinj, do të thonë. Si paraqitet situata, interesi, numri të rinjve aktualisht? Situata, me thonë të drejtën, nuk është krejt pozitive, sepse atje çuditërisht ka vende pune. Do të thonë ato bizneset kërkojnë të rinj, por ka shumë pak të rinj, sepse të rinjt në Malësisë Madhe fatkeqësisht shumica janë largu, edhe ata vetë që nuk janë largu akoma mendojnë për një të ardhme pak larg Shqipërisë, sepse thonë që këtu nuk, po nëpërmjet këtij projekti punësimi, do të thonë bajagi, jo vetëm që janë të fillu punë, po janë të ftuar edhe kushtet e këta që shoqërinë që mendonin më herë se adin me që mundësia në aldha me punu afër familjes. Kjo është një punë e bukur që të jep shumë impuls edhe frymëzim. Po, sepse atje çdo gjë, edhe minimumi që këtu merret se e mirëqen në Shkodër, edhe këtu për shembull ka shumë ekskursione gjëra që shkolla i ofron. Atje nuk është kjo mundësi, po tam çdo gjë, një takim që i bëjmë në çdo javë, bëjmë takime tek qendra rinore Arka atje që në Koplik. Edhe gjënë më të vogël e në zjetë shpresi një ditë që mu mbledh se... Po një anë tjetër e pasioneve të pashteshme tuaja është natyra, udhëtimet, shëtitjet, të flasim pak për këtë. Kjo është, si me thonë, ka shumë vite që merre me dalje në mal, çdo fundjavë dalë në mal. Disa prej tyne bile shokëve shoqeve të mi që dalë në mal, ju i keni pas edhe të ftumë. Sepse është një pasion që e kena shumë vetë edhe me këtë rast me që punaj në zonën e Malësisë Madhe e shfrytëzoj që edhe me anë të punës me ta kanë me shku të paktën 2 herë në javë tek vendi jemi preferuar i Shqipërisë që është Kelmeni, që është për ata të paktën që preferojnë malet, luginat, është një vend fantastik. Ajo është edhe burim i vërtet frymëzimi, bile aty jam bazu për
që folme në fillim të emisionit për këtë pjesën e natyrës, kam përfshi male, gjilbrim, aty jam frymëzuar sepse Kelmani është një ndër vendet e mi të preferuar. Në fakt, Nermin, këto frymëzime që ti merr nga natyra ose nga idetë tuaja, në fillim i skicon në një letër dhe më pas i jep i vendos në sipërfaqen e murit, apo si ndodh? Atëherë, them të drejtën, në letër rrallë skicoj, por në mur direkt edhe flas me ato personat që e kanë kërkuar një ide të tillë, se tash në mur bëhet kollaj me shkumës edhe fshihet ta din, por në përgjithësi ja tregoj para se gjithmonë më lajn, halos kanoll, më thon kush jo fshije sa ashtu bën diçka tjetër. Gjithmonë i ka pëlqyer si kështu, po e bëj në fillim me shkumës, normalisht me shkumës kur nuk më pëlqen mua. Prej larg se unë e bëj me shkumës, muri duket afër, por prej larg e korrigjoj, e bëj disa herë, mandej në fund krejt e ngjyrosi. Në fakt të gjitha këto formojnë një koleksion të punimeve tuaja. Apo jo? Praktikisht janë bashkë shumitesh. Një koleksion që mbase do ishte shumë e nevojshme që edhe të përmblidheshin në një libër, album. Ajo është diçka që nuk e di ndoshta në të ardhmen, po të kenë se pothuajse tanë punimet e mia janë nërmure. Domethënë, unë thjesht publikoj vendin edhe personat artdarësit, po them kur vinë prej Tiranës, jo më prej Shkodrës, ato gjehet mënyra si me shku mi pasi, më thënë se më kontaktojnë shpesh në inbox. Katalogu do të ishte shumë i veçantë. Sepse ai ka edhe punime të tjera të cilët ne nuk i prekëm, që lidhet me hena. Ato janë shumë vjeçare. Që ka të bëj me aplikimin e figurave të ndryshme në lëkurë, që janë punime me kanë, po i quajmë. Ka 6 vjet që kam fillu këtë punë edhe ka shumë mund t'jenë. Ato janë, jo qindra, po ato janë mira se nëpërmjet kësaj jam bë më shumë e njoftën në Shkodër, bile shumica rinis kështu me njohin, sepse kam fillu këto tatuazhe që po i quajmë kështu punime me kanë në dorë. Mendohet që janë tradicionale jo të Shqipërisë, por realisht janë edhe të Shqipërisë, sepse Ballkani dikur i ka bë jo me kanë, por janë bë vajzat e martume i bashin, domethënë. Dhe këto janë në një farë mënyrë të përkohshme. Këto janë një javore, domethënë është një kanë është një bimë që është kuruese, është kurative për lëkurën, dhe në fillim kështu e kam fillu, sepse unë për veti dikur kam pas morth lëkurë, të fillu me kanë u shtosh, nuk kam mua, po edhe persona që kishin probleme me lëkurën kështu filloj. Po mandej u bë diçka estetike dhe po tham ka 6 janar bën 7 vjet që merrem me këtë pjesë. E vazhdon përsëri këtë? Po, e vazhdoj, sidomos gjatë verës që janë mbrëmje maturash, diplomash, darsma, janë pafundësi vajzash që vinë prej Tiranit, prej Lezhës, Shkodra, në mas, është përhap shumë, domethënë. Gjithsesi, kjo të bën që gjithmonë të jesh me penel në dorë, të jesh gjithmonë me krimtari në dorë. Duar gjithmonë me ngjyra. Duar tuaja gjithmonë, duar pune. Gjithmonë me ngjyra. Kjo është e veçantë. Frymëzohesh nga modele të veçanta, po të gjitha janë në fantazinë tënde. Jo, për pjesën e durve në përgjithësi janë po i quajt mijat, por nga më shumë është eksperienca, sepse personat të ndryshëm i dojnë në vende të ndryshme të dorës dhe në përshtatje me vendin unë e di pak a shumë çfarë modeli duhet përdor atje dhe janë të ndryshme, asnjëri nuk është njësoj me tjetrin, veçse fantazi e pafund. Mendja jote punon vazhdimisht, është kreative për të realizuar diçka të bukur. Shumë shpejt do të kemi një tjetër punim tëndin mural. Po, nesër do të bëhet publike, them, kjo pjesa që kena bërë tek spitali psikiatrik kë bashkëpunim, por gjatë javës kam prap murale që do t'i filloj. Është një bashkëpunim tjetër që do të bëjmë me një sallë kërcimit, ku jepen në kurse kërcimit këtu në Shkodër. Dhe janë edhe disa lokale, njërin e kam bile nesër në vazhdim në Shkodër dhe disa të tjera që s'po i zbulojnë, po së shpejti do të publikohen. Punë e pafund. Një piktore që është përballë
ambienteve, përballë publikut që komunikon vazhdimisht, që në një farë mënyre ose në shumë mënyra mban parasysh atë këshillën e babait të saj, është quajtur Mëfit Shurda. Mëfit Shurda, që pikturat dhurojen ambientit, publikut të gjerë të shijojnë dhe të kënaqen dhe të frymëzohen prej tyre. Piktura murale është një aspekt shumë i veçantë edhe i jetës së qytetit, ndaj uroj që duart tuaja, mendja krijuese, pasioni dhe mjeshtria që ti paraqet të vazhdojnë me shumë sukses. Ju falenderoj shumë. Nermin, ishte shumë kënaqësi për mua që të kisha sot në studio. Kënaqësia është e imja, do të thonë, mua është hera e parë që më bëhet një ftesë e tillë për këto pikturat murale, do të thonë më kanë bë ftesë edhe shumë miq e shoq që janë gazetar faktikisht, po kam pas këtë rastin, po thonë, të babs që nuk e kam pas mundësinë me dal, por ishte diçka që nuk e kam bë publike deri më sot, është hera e parë këtë pjesën e pikturave murale dhe të artit që ka filluar mu përhap në Shkodër. Ju falenderoj shumë. Kjo është Nermin Shurda, vajza artiste që sot ishte në studion Mirëmëngjes Shkodër. Të përshëndes përzemërsisht, të falenderoj që ishe dhe këtu në studio dhe gjithmonë suksese, Nermin. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese për emisionin. Faleminderit. Që ndjekim çdo ditë.